Përshëndetje, mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, mirëmbrëma të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për tu takuar në orët e para të mëngjesit. Dua tani të flas pak mbi ngjarjet më të fundit që në fakt sollën një lloj kureshtje tek publiku shqiptar, çfarë ndodhi me Mateon, si është gjendja shëndetësore e tij dhe çfarë në të vërtetë pati Mateo. Ju e dini shumë bukur që në episodin e kaluar në Top Arena Mateo nuk ndjehej mirë, pati një lloj shqetësimi dhe ju desh Manushi që të shkonte më shpejt pak në publicitet që Mateo të merrte kurimin e duhur dhe të merrte kontrollën e duhur nga ana e produksionit. Shqyr Zotit, Mateo sonte ishte shumë mirë, ai tregoi dhe publikut që nuk do të mungon më në Top Arena, do të thënë do të jetë aty gjatë gjithë edicioneve, gjë që në fakt mund të ketë ardhur nga viruset që në fakt janë tani para këtyre temperaturave edhe më të nxehta, derisa trupi jon të mësohet në këto temperatura e kemi pak të vështirë, më pas do të thënë edhe angazhimet e shumta, i fokusuar në 2 emisione goxha të suksesshme, si në Shizon Top, si në Top Arena, do të thënë kjo është një përkushtim i jashtëzakonshëm, sepse Top Arena pothuajse është çdo natë dhe duhet të jesh i fokusuar në ngjarjet më të fundit, në futboll, në lojë, do të thënë në skenare, në të ftuar që Mateo ka dhe pjesë të intervistës. Nga ana tjetër është Shizon Top që me patjetër edhe ajo do fokusin e saj pothuajse një ditë të kesh fokusin drejt asaj se çfarë do të ndodh në episodin e radhës dhe mendoj që të gjitha këto angazhimet e bën Mateon që Mateo të ndjehet pak i rënduar dhe mos të ndjehet në gjendje të mirë për të vazhduar maratonën e Top Arenës, një edicion këtë vit që realisht është i jashtëzakonshëm. Ajo që sonte gëzoi më së shumti publikun, por konkretisht gëzoi më së shumti fansat të Mateos, ishte momenti kur Mateo në studio bëri ai prezantimin të Brikenës. Do të thënë fansat gjithmonë kanë hamencuar dhe gjithmonë kanë aluduar që ajo ndarja e cila në fakt u përfol shumë për Mateon dhe për Brikenën, nuk është një ndarje e vërtet, por është një ndarje fiktive, një ndarje e cila është bërë vetëm për klikime. Në fakt gjithashtu besuam në fillim, por qëndrimet e Brikenës dhe qëndrimet e Mateos në Top Arena nuk e tregojnë këtë gjën, por tregojnë krejtësisht një moment tjetër, do të thënë një Brikena që është pak e tensionuar dhe pak e inatosur me Mateon, dhe një Mateo që në fakt ndjehet pak i lënduar dhe ndjehet i mërzitur, që nuk e ka më fokusin dhe mbështetjen të Brikenës ashtu siç Mateo në fakt e kishte brenda shtëpisë së Big Brotherit. Publiku ka qenë shumë kureshtar se si është marrëdhënia e tyre, se si ka vazhduar marrëdhënia e tyre. Tani nëse do të bëjmë një retrospektiv të ngjarjes që në ditën e parë kur Top Arena ka startuar, Brikena ka qenë jashtëzakonisht e ftohtë me Mateon, ka qenë shumë e ashpër me Mateon, saqë do të thënë kur fliste Mateo, Brikena kishte një qëndrim vetëm drejt te kamera e saj dhe shikimin tek Mateo e bënte me bishtat e syrit dhe mua në fakt më ktheu pak në ato ditët e para kur Mateo u bë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit. Do të thënë shoh një Brikena e cila brenda vetes së saj fshehën një diçka. Nga ana tjetër kishim një Mateo tepër entuziast, një Mateo shumë pozitiv, por me një dhimbje në zemër. Do të thënë nuk ishte ai Mateo i përmbushur në fakt që ishte pas Big Brotherit në momentin kur bënte ato reklamat në Instagram, që do të thënë njeriu që është i gëzuar, që është i lumtur, që është i kënaqur, ai njeri duket në të gjitha dimensionet. Sikur kjo gjëja Mateos i mungonte dhe publiku arriti ta kuptonte që do të thënë e gjitha i thashë themi që erdhi nga një foto postuar nga ana e Brikenës me zemër të thyer,
edhe nuk ishte shaka, edhe kishte aty një diçka të vërtet që do me thënë mes një marrëdhënie që pretendohej të ishte një marrëdhënie me një dasëm të madhe, një çift i cili do të sillte në jetë fëmijë, kishte përfunduar në një ndarje. Dy epizodet e fundit, konkretisht episodin e një nate më parë, jo episodin e mbrëmshëm, por të themi episodin e parë nate, dhe episodin e sonshëm, Mateo ka qenë më ndryshe. Brikena pati një mini afrimitet në 2 episode më herët, do me thënë kur u mbyll emisioni, kur u mbyll Top Arena, Brikena ishte më pranë Mateos, më të qeshur, më të lumtur, dhe unë e kam parë në për të gjitha episodet, Brikena nuk ka bërë gjë tjetër përpos se ka kërkuar, ashtu të paktën unë e kam djerë, nga mimikat e Brikenës, nga shikimet e Brikenës, ka kërkuar vëmendjen e Mateos, vëmendje të cilën Brikena në fakt e kërkonte edhe në Big Brother. Tani sonte pash një lëshim të zemrës, nëse Brikena 2-3 ditë më parë, do me thënë nuk e shikonte Mateo në sy kur Mateo fliste, sonte Brikena ishte shumë e lumtur që Mateo i bëri prezantimin që Brikena të bëhet pjesë e studios së Top Arenës. Ka nga ato që hamencojnë që kjo është një marrëveshje vetëm për klikime, por duke e njohur Brikenën dhe karakterin e saj, nuk ma merr mendja që do të kishte toleruar një gest të tillë për klikime, do të thënë, është stoike në gjërat e saj. Unë mendoj që afrimiteti, këtë e kam thënë gjithmonë, afrimiteti që Brikena dhe Mateo po krijojnë në Top Arena, qëndrimi në orë të tëra bashkë, gjatë provave, gjatë takimeve, që kanë si ekip në fakt me Ed Manushin për të sjellur një spektakël më të mirë, mendoj që e bën Mateon dhe Brikenën që të kenë kureshtje për njëri tjetrin dhe të krijojnë akoma ndjenja për njëri tjetrin. Nuk mund të thuhet që në ditën e ndarjes zemra mbyll të gjithë kapitullin dhe përfundon aty dashuria. Unë mendoj që dashuritë e vërteta e kërkojnë njëra tjetrën gjithmonë, pa marrë parasysh sa nuk komunikojnë, pa marrë parasysh sa nuk kanë kontakte, ato përsëri dashurojnë. Dhe të dashurosh ashtu siç dashuron Brikena dhe Mateo, mua më duket kjo gjë vetëm si një dhuratë nga Zoti. Dhe unë sonte pash një afrimitet, do me thënë pash një dritë jeshile te ky çift, dhe unë kam një bindje, qoftë edhe e gabuar le të jetë, unë kam një bindje që Mateo dhe Brikena deri në ditën e fundit të Top Arenës edhe mund të afrohen më shumë me njëri tjetrin dhe edhe mund të rilidhin edhe një herë zemrën e tyre, se nuk do të thotë një çift i cili ka krisje apo ka debate momentale apo ka diskutime momentale, bën që nuk e do njëri tjetrin dhe nuk e respekton njëri tjetrin. Unë shoh dritë jeshile dhe pa shpresë te ky çift.